Para se me dal feja, shqiptarët thot kanë besu vetëm në Zot. Feja gjithmonë ka ekzistu. Qysh me Ademin a.s. Ademi a.s. është njeriu i parë i njerëzimit. Ka adhuru Zotin e gjithësisë. Allahu i lartësuar tregon në Kur'an ku thot nuk ka popull vetëm se ka pas tek ata të dërguar, pra lajmtar. Dhe të dërguarit vazhdimisht kanë ftuar njerëzit me adhuru Zotin e gjithësisë. Kjo është thirrja e gjithë profetëve të Allahut të lartësuar. Kështu që çdo popull, patjetër, që ka pas njerëz të cilët kanë ftuar me adhuru Allahun e lartësuar, ku kanë mësuar njerëzve fenë e Zotit gjithësisë. Dhe vula e profetëve është Muhamedi a.s. i cili ka ardhur për mbar njerëzimin. Zoti i gjithësisë tregon në Kur'an se e ka dërguar, pra siç kuptohet prej ajetit, e ka dërguar për mbar njerëzimin, përgëzues dhe paralajmërues. Kështu që nëse njeriu do me fitu xhenetin në botën tjetër, duhet me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqe dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me jetuar dhe me i praktiku ato gjëra të cilat ai ka mësuar Muhamedi a.s. Pra me adhuru të madhin Zot, me besuar dhe pasuar profetin Muhammed, paqe dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, me fal namaz, me qenë njeri i mirë, me bë vepra të mira, me respektu prindrit, me rrit lidhjet farefisnore, pra këto gjëra të cilat na i mëson feja. Nëse do, me jetu njeriu jetë të lumtur në këtë botë dhe me fitu lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Pra, feja vazhdimisht ka ekzistu. Qysh me njeriu e parë të njerëzimit, me Ademin a.s. dhe vazhdon ashtu. Pra në atë rrugë kanë qenë gjithë pejgamberët e Zotit gjithësisë, pra Musa a.s., Ibrahimi a.s. para tij, pra pas tij profetë të tjerë, Isa a.s. dhe vula e profetëve Muhamedi a.s.